Të gjithë jemi dëshmitar të telenovelës pothuajse të përditshme të Lulzim Bashës me Edi Ramën. Mirë, po ka një problem të madhe gjithë kjo telenovelë. Cili është problemi? Problemi është që Rama e ka pjesë të hapjes oreksit, të hapjes së syve, të hapjes së zërit të mëngjes këtë, ndërsa Basha këtë e ka fushat elektorale. Domethënë fushata elektorale e Bashës fillon edhe mbaron te batutat që bën me Ramën. Pastaj se ka më njëri mendjen te Basha. Dhe ky është një problem i madh, sepse Basha në qoftë se bëhet partner me Ramën, është partner në minorancë i kësaj shfaqjeje të përditshme që bëjnë televizione duke shkëmbyer batuta me njëri tjetrin. Pse them është partner në minorancë? Është partner në minorancë sepse së pari Basha nuk e ka vullneti batutën, ndërsa Rama e ka vullneti batutën. Siç e ka Berisha vullneti batutën, siç e ka pasur edhe Nano, nuk ka qenë keq me batutë. Po këta të dy janë më të spikaturit të 35 viteve. Ndërsa Basha nuk ekziston fare. As Basha as Meta nuk kanë lidhje me batutën. Dhe as Majkoj që ka qenë kryeministër. Kështu që në këtë pikë është i humbur, pra në konceptin artistik. Është i humbur në konceptin politik. Pse? Pari e bën batutën me një njeri i cili është në fuqi, është kryeministri i këtij vendi, ka maggjorancën. Ndërsa ti je një njeri i cili kalon nga disfata në disfat. Humben 2017, humben 2021, të mori Sali Berisha partinë, pastaj atë partin tjetër e le në baltë, vajte krijove një kiosk tënden, këtë Euroatlantikët, dhe ti nuk je në gjendje që të bësh batuta, duke sikur Ylli Rakipi kur bën debat me Gjuzin, me kujtim Gjuzin. Ylli Rakipi është në vendin e tij, në pozicionin e tij, në frëngjin e tij, është Gjuzi që shkon aty dhe pranon që Rakipi të bëj batuta me të. Imagjino tani po krahasoj Ylli Rakipin, i cili është në një pozicion më dobët se sa Edi Rama. Kështu që është një pozicion shumë në dizavantazh i Lulzim Bashës. Dhe në fakt treguesit e internetit, të paktën sipas agjencisë që mbulon këto klikimet, Akromak, tregon që ka një rënje shumë të madhe kjo batutat e Bashës në krahasim me një lider tjetër të opozitës që është Berisha. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që kjo lojë nuk mund të vazhdojë gjatë. Basha duhet të paraqes diçka, të bëjë një magji. Mirë, po magji s'ka, se po që e kishte bërë 12 vjet që shkuan. E gjitha kjo shërben në një farë mënyrë për ta fiksuar neve se çfarë partie ka. Partia Euroatlantike, mbajeni mend, mos e harroni. Se mbase u mbushet mend ta votoni për hatër të humorit që bën. Por ajo që është më kryesorja është sepse janë njerëzit e tij në bazë, janë disa njerëz të cilët kanë një influencë lokale, mendojnë që mund të zgjidhen deputet. Dhe janë futur në siglën e Lulbashës. Kjo do bëj që Sali Berishës të ikin ca vota, kështu për shembull, njerëzit që e njohin thonë që do t'i heqin një 5000 vota kandidatët e Bashës, mund t'i heqin një 5000 vota PD-s në Shkodër. Një 5000 e cila nuk është e mjaftueshme për të nxjerrë deputet Basha, por ama i heq një deputet Berishës. Kështu ka qenë edhe në rrethet e tjera. Është një taktik në fakt që ju intereson të dyve, edhe Bashës edhe Ramës, por nëse Rama e ka për të kaluar kohën, Basha e ka kthyer në program elektoral. Program elektoral i cili në fakt nuk është se do t'i sjellë ndonjë gjë. Por është edhe një lojë e cila nuk ka për të zgjatur shumë. Me siguri, kur të fillojë 45 ditë që fushatës, Rama ka për të qenë impenjuar për të marrë me kundërshtarët serioz të tij, që janë ata të Partisë Demokratike përballë, por janë edhe këto partiçkat e vogla, të cilat ashtu si piranjat diçka mund t'i heqin, megjithëse opinioni është që këta kanë për të hequr nga populli opozitar, kanë për të marrë nga populli opozitar, jo nga populli i majt. Gjithsesi, mbetet për t'u parë, dhe Rama do filloj të merret me kundërshtarë serioz të tij dhe jo me Lulzim Bashën, cili mendoj që edhe kaq sa e ka ndihmuar, bolla ka ndihmuar.
Si gjithmonë, në fund, ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga. Faleminderit.